për kategorinë junior. Kemi këtë renditje. Në vendin e tretë, Leandro Musta i ekipit Studenti. Bravo! Leandro Musta i ekipit Studenti me kohën 28 minuta dhe 45 sekonda. Bravo Leandro. Leandro Musta i ekipit Studenti në vendin e tretë. Dhe medalja jepet nga familjarët e tij. Bravo, bravo Leandro. Bravo! Sukseset e tjera. Në vendin e dytë është renditur Dominik Jaku i ekipit Vllaznis me kohën 27 minuta 39 sekonda. Bravo Dominik. Dhe medalja sipas traditës nga familjarët, nga babai. Urime. Urime dhe Dominikut dhe familjes. Dhe në vend kampion kombëtar shpallet Gabriel Gashi i ekipit Tirana me kohën 26 minuta 55 sekonda. Bravo Gabriel. Medaljen dhe panellën e fituesit ja vendos presidenti i federatës Zoti Anxhaku. Pra, për kampionatin kombëtar në garën kronometre për kategorinë junior kemi 3 fitues. Në vendin e parë Gabriel Gashi, në të dytin Dominik Jaku dhe në të tretin Leandro Musta. Bravo! Bravo Gabriel! Dominik Jaka i ekipit Vllaznis. Dominik Jaka i ekipit Vllaznis. Leandro Musta i ekipit Studenti me kohën 2 orë 44 minuta e 25 sekonda. Pra vetëm me 5 sekonda diferencë. Urime Leandro. Dhe urime të tjera i merr nga familja e tij. Bravo. Bravo Leandro. Në vendin e parë, kampion kombëtar për kategorinë junior, shpallet Gabriel Gashi i ekipit Tirana me 2 orë 39 minuta e 36 sekonda. Bravo! Bravo Gabriel, bravo. Panellën e fituesit ja vesh presidenti i federatës Zoti Skënder Anxhaku.